Me propozim të zëvendës kryeministrit të parë dhe ministër i mjedisit qetësor dhe planifikimit hapësinor Izet Mexhiti, qeveria miratoi ndarjen e mjeteve financiare për dy parqe nacionale, Malishar dhe Pelister, të cilët po ballafaqohen me probleme financiare vite me radhë. Qëllimi i ndarjes së mjeteve ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve institucionale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave të mbrojtura, ndërsa bazuar në kërkesat e dorëzuara nga dy institucionet, qeveria vendosi që me ribalansin e buxhetit për vitin 2025 të ndanë 10 milion denar për ndërmarrjen publike Malishar dhe 12.6 milion denar për ndërmarrjen publike Pelister, në formë subvencionesh kapitale për ndërmarrjet publike. Këto fonde do të përdoren për mbështetje të obligimeve të papaguara ndaj të punësuarve dhe realizuesve të projekteve në këto dy parqe, sigurim të pajisjeve moderne për prognozë të përkohshme dhe monitorim të rreziqeve nga zjarret pyjore dhe përmbytjet, si dhe implementimin e teknikave inovative për mbrojtjen dhe gatishmërinë e qytetarëve në kuadër të projektit Prevent nga programi IPA 2. Me këtë mbështetje financiare, Ministria e Mjedisit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor synon të forcojë menaxhimin e qëndrueshëm të parqeve nacionale, të nxizë zhvillimin e ekoturizmit dhe të përmirësojë mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe biodiversitetit në këto zona me rëndësi të veçantë kombëtare. Parqet kombëtare kanë rëndësi të veçantë për shtetin, pasi ato zhvillojnë aktivitete për mbrojtjen e natyrës, menaxhimin e qëndrueshëm dhe zhvillimin e ekoturizmit, ndërsa janë destinacionet më të rëndësishme turistike, ku realizohen projekte për përmirësimin e infrastrukturës, edukimin mjedisor dhe promovimin e trashëgimisë natyrore, njoftuar nga Ministria e Mjedisit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor.